6 liderët e Ballkanit Perëndimor do të takohen të mërkurën në kuadër të samitit të procesit të Berlinit që këtë vit mbahet në Londër. Në samitin e 12 me radhë që nga 2014 pritet që të diskutohet për paqen dhe stabilitetin në rajon, për luftën kundër krimit të organizuar, bashkëpunimin ekonomik e ndërtimin e marrëdhënieve të mira fqinësore. Në Kosovë nuk janë shprehur pritshmëri për rezultate të mëdha. Arbresha Logja, hulumtuese lartë në grupin për studime politike dhe juridike, thot se në këtë takim, kryeministri në detyrë, Albin Kurti, duhet të adresojë mos implementimin e marrëveshjeve të arritura më parë. Kosova marr parasysh situatën dhe problemet me mosnjohjen nga gjitha shtetet, por edhe problemet që i sjellin në tavolinë Serbia dhe Bosnia-Hercegovina në veçanti, e kanë dëmtuar shumë Kosovën nga përfitimi pothuajse shumicës së marrëveshjeve që janë bën këtë proces. Niko Qerë duhet me ndërlidh, konsideroj, çdo nënshkrim një marrëveshje re, përfitim nga një marrëveshje re, nga një çka do të dalë prej procesit me kushtëzim të implementimit të marrëveshjeve paraprake. Në lidhje me synimet e Kosovës nga samiti si vjetëm, koha ka pyetur edhe në qeveri, por që nga hëna nuk ka marrë përgjigje. Logja thot se probleme mbetet mos zbatimi i marrëveshjes nga Bosnia-Hercegovina për lëvizje me letërnjoftim të kosovarëve, si dhe ajo për njohjen e diplomave të kosovarëve nga Serbia. Nuk është që po bëhet mjaftueshëm presion te pala serbe në këtë rast, por me implementu dhe me qëndru mrapa marrëveshjeve që i në shkrumës. Për dallim prej Bosnjë-Hercegovinës, Kosova ka nisur me zbatimin e marrëveshjes për lëvizje të lirë nga janari i këtij viti. Në tetor të vitit të kaluar, gjatë pjesëmarrjes në këtë summit, Kosova ka nënshkruar me vendet e rajonit marrëveshjen për qasje në arsimin e lartë në Ballkanin Perëndimor e 4 deklarata që lidhen me bashkëpunimin rajonal.